Rexha ibn Abi Dahhak, I cili shoqëroi imamin paqja qoftë mbi të gjatë udhëtimit të tij nga Medina në Merva, na përshkruan besimin dhe ibadetin, adhurimin e këtij imami me këto fjalë: Unë isha me atë nga Medina deri në Merva. Betohem në Allahun se unë nuk kam parë njeri më besimtar se ai, as përkujtues të Zotit më tepër se ai në kohën e tij, as frikësues ndaj Allahut të madhëruar sa ishte ai. Ai e falte sabahun dhe ulej në vendin e faljes, duke e madhëruar Allahun e madhëruar, duke e falendëruar, duke i lartësuar ata. Ai dërgonte salavate për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam derisa linte dielli. Më pas binte në seçte dhe rrinte për një kohë të gjatë. Më pas shkonte tek njerëzit, u fliste dhe I këshillonte ata derisa vinte vakti I yles. Ibrahim ibn Abbas es-Suli, për cilësitë e imamit, ka thënë: ai flinte pak natën, në të shumtën e netëve rrinte zgjuar deri në sabah, agjëronte shumë, atij nuk I kalonte agjërimi I 3 ditëve në çdo muaj. Ai thonte se ky është agjërimi I epokës sonë. Ai jepte sadaka dhe ndihmonte mjaft në qetësi dhe fshehtësi, dhe këtë e bënte më tepër në netët e errta. Dhe kush thot se ai ka parë të ngjashëm me Imam Rizain në këtë veprim, mos e besau. Ahmed Murafiki thot se unë isha me imamin në udhëtimin e tij për në Horasan, për në Iran, dhe një ditë shtroi një gosti dhe ftoi të gjithë dashamirësit e tij. Unë I thash: u bëfsha kurban për ty o imam, sikur ta ndaje gostin për ata. Ai tha: Allahu I madhëruar është një, ummeti është një, babai është një dhe shpërblimi është në punë. Yasir Hadim dhe Nadir Hadim kanë thënë se Ebu Hasani na tha neve: nëse unë vi dhe ju jeni duke ngrënë, mos u çoni derisa të mbaroni së ngrëni. Ma'muni I ka thënë Fadil ibn Sahlit dhe vëllait të tij se: unë nuk njoh njeri më të virtytshëm në sipërfaqen e tokës se ky burr, dhe e kishte fjalën për Imam Rizain, paqja qoftë mbi të. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, Ehli Bejti I profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë drita pas profetit për ne në këtë rrugtim të gjatë që kemi derisa të japim frymën e fundit në këtë jetë. Të ndjekim rrugën e tyre. Allahu të na mundësoj çdo ditë më shumë të mësojmë nga këto njerëz me virtyte kaq të larta, të përvetësojmë fjalët e tyre, veprat e tyre dhe të vetja jon, për të ngritur ne vlerat tona më së pari, për të qenë ne njerëz të mirë, ashtu siç ishin ato, dhe mbi të gjitha për të qenë dhe ne të devotshëm në adhurimin ndaj Zotit të gjithësisë. Amin, inshallah. Në të momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.